lejoni të bëj një pyetje me pak doza subjektive në këtë çast, për t'ju pyetur edhe në kuadër të qëndrimit tuaj, pra të prezencës tuaj në Shqipëri. Si e analizoni ju, padyshim sigurinë në Shqipëri, si analizoni të gjithë format se si ndoshta dhe investohet në kuadër të biznesit, sepse ndonjëherë është shumë më e drejtë për drejtë dhe më e rëndësishme marketingu apo fjala që bëhet nëpërmjet qytetarëve, nëpërmjet njerëzve se sa atyre që shkruan nëpër artikull. Në kontekstin tuaj edhe në qëndrimin personal, do ta sugjeroni Shqipërinë? E këtu referohem sigurisht bizneseve italiane, ndaj është edhe nevojshme me që jemi në këtë kohë të themi diçka. Cioè, se non credessi nella possibilità dell'Albania non avrei lavorato 6 mesi per la costruzione di un vertice, la firma di accordi che... Nëse nuk do të besoja në mundësitë e Shqipërisë, nuk do të kisha punuar 6 muaj për realizimin e një samiti dhe firmën e marrëveshjeve që janë funksionale për të cilë kompanitë. Jam i bindur që cilësia e reformave edhe politiko-institucionale ndikon pozitivisht, madje është thelbësore për klimën e investimeve. Prandaj për këtë punojmë në 2 sektor, jo vetëm për tërheqjen e investimeve, por edhe për bashkëpunimin, për mbështetjen ndaj Shqipërisë që të përmirësohet gjithnjë e më shumë. Ka një frazë të famshme që thotë se nëse do të tërheqësh flutura, duhet të mbjellësh kopshtin dhe jo vetëm t'i bindësh fluturat. Ky është objektivi, të bindësh fluturat të vinë dhe ndërkohë ta bësh këtë kopsht gjithnjë e më të mirë. Sigurisht reformat kanë nisur, nuk kanë përfunduar dhe është e nevojshme nëse duam ta përfundojmë atë proces që ka filluar e të punojmë së bashku mbi disa pika kyçe. Che è stato avviato lavorare insieme su alcuni punti chiave.